Miq të dashur, mirë se erdhët përsëri në emisionin tonë të radhës këtu në Art Media, në emisionin Betting Plus, ku sot kemi një temë të ndihshme dhe shumë përfolur në kohët e fundit, por që kjo si temë realisht ka ekzistuar gjithmonë në shoqërinë tonë. Pra, pse vjedhin shqiptarët? Shkencërisht, terminologjia që determinon vjedhjen quhet kleptomani. Pra, shkenca e cila e studion vjedhjen quhet kleptomania. Kleptomania, pra është një term shkencor, e të na kemi termin hajna, edhe kohëve të fundit po i shoh që edhe në emisione televizive, me apo pa vetdije, me apo pa dashje, pra gazetarët edhe politikanët e tjerë njerëzit babik. Babik. Që këtë term është termi budallëve. Dhe nëse është termi budallë, se nuk e di prej orëve babikës. Pra termi babik është përdorur për herë të parë në kodën e trimave në Prishtinë apo në Vranjevc. Që quajnë ata të vjetërt, krishterët e vjetër. Pra në Vranjevc apo në kodën e trimave, ata që kanë vjedhë për shembull gjana të vogla, kanë vjedhë për shembull ndaj pul dikon, kanë vjedhë ndaj dru dikon, kanë vjedhë ndaj porpantolla dikon. Por në muhabet e sipër i kanë thonë, "He babika, bone sot ndaj sen." Pra babik quhet një ajn i vogël, i zararshëm me gjana të vogla. Pra pej sotit mos harroni, mos jetoni kërkoni më babik, se është terminologji e prishtinarive, në këtë rast e Vranjevcit, që kanë thirrë hajnat e vogël. Pra, te na shë e këna thonë njerëzve, na kleptomaninë borën e këna marrë vesh, por na i këna thonë njerëzve, për shembull që kanë bo keq, kanë vjedhë, i kanë thonë hajna. Hajna? Haj, hajna. Hajna, na hajna. Hajna pe haramit. Miq të dashur, kodi për procedurë penale i Republikës Kosovës dhe kodi penal i Republikës Kosovës parashë vjedhjen si vepër penale. Po janë edhe disa nene mbrana kodit penal të Kosovës që përcaktojnë mënyrat se si trajtohet një vepër penale, a është e madhe, a është e vogël. Pra, vepra penale e ka masën e vetë. Edhe vepra penale matët. Mirë po, vaga e cila, apo peshore që e matë veprën penale, quhet kështu. Dami shkaktuar, pesha e damit shkaktuar, e përcakton se sa është vepra penale. Pra, njësia matëse e veprës penale është se çfarë dami ka shkaktuar ai vepër. Mbi bazën e asaj ati dami do mund matët vepra, a është e rrona, a është e lehta, a është e dënueshme, a është e pa dënueshme, do mund këtë. Në këtë rast, për shembull, kohëve të fundit në Kosovë kemi pasur rast ku prokuroria e Prizrenit ka iniciuar procedurë për hetimin e manipulimit me votat. Pra, manipulim me vota i ka ra kur dikush thot që ka pas fakte, dikush thot s'ka pas fakte, prokuroria ka thonë, mirë, po ekziston janë disa indicje, indiciat janë fakte apo janë prova të cilat të shtyjnë ka një vepër penale dhe mund e caktuar me humbtu se a s'ka vepër penale. Pra, indiciat janë bazë për me kriju dyshimin e bazuar për me një setime.
Në këtë rast, për shembull, prokuroria ka thonë, "Pe marrmi pi shqyrtojmë mbi bazën e ulëmtimeve që i kemi na, mbi bazën e informatave, pi marrmi pi kthejmë në rinumërim vota, kutitë e votimit." Edhe ka dalë që mbrana llojit, pra, mbrana familjes është vjedhën pa nevojë. Besoni që pa nevojë. Sot ku po jetojmë në shekullin 21, në shekullin e teknologjisë, nuk ka nevojë me vjedhë kërkosh o burr. Nuk ka nevojë kërkosh me keq përdor pozitat që ka. Nuk ka nevojë edhe kërkosh me vujtën për shkakun për shkak të një mendjemalësisë një zyrtarit. Pra, këtu do ta shqyrtojmë edhe një fakt tjetër. Në kodin penal të Republikës Kosovës, neni 16 thot urdhrat nga lart. Neni thot urdhrat nga lart. Urdhrat nga lart. Kush është lart? Është paria, është politikani, është pozita qendrore atij që ka marrën pozitë qoftë vendimarrëse, si shërbëes civil, qoftë vendimarrëse si politikan, qoftë pretendent për të arritur në postin politik. Se posti politik domthon dallon prej postit të shërbësit civil. Po ndryshe përgjigjet një politikan para veprimeve, ndryshe përgjigjet për shembull një shërbëes civil. Domthon këtu janë dy sene ndryshme. Sikur me marr për shembull me një kafeq, kuzhinieri, kamarieri edhe menaxheri. Pra, përgjegjësia është e pjesës mesme. Po është edhe pronarve për shembull që emnojnë dikon një person të caktuar. Pra, zakonisht pjesa e ulët e veprimeve, pjesa e ulët, jo në kuptimin e keq të fjalës pjesë e ulët, po shtesa më e ulët e operimit, këtë rast që thirret baza e kontaktit me qytetarën, se baza e kontaktit me veprimin, pra është i mbarur me pjesën e lartë të veprimit. Pra, këtu shkolla mesme ekziston ai boshti ndërlidhës, ku zakonisht për shembull shefi i lartë e ka një pihon poshtë, ose një menaxher të mundshëm, e ky menaxheri ka punë me këtë kamarierin apo me këtë shërbësin ka poshtë, ku është prekja direkte pra me veprën penale të mundshme që mund më kryet. Në këtë rast, për shembull, kemi vepër penale të keqpërdorimit besimit qytetarëve. Kemi manipulim të votave, kemi dëmtim të imazhit të Republikës Kosovës. Pra, vjedhja e votave në këtë mënyrë nuk është që së ditë kjo edhe më herët. Ka pas hajni që nga instalimi që në embrion të proceseve zgjedhore, pra që pe ditës parë ka pas keqpërdorime edhe manipulime me sistemin zgjedhor. Ka pas manipulime edhe kanë vazhdu gjithmonë. Pra partia ka qenë njerëz special për me ngrit një antar të vetin në proces. Pra, kjo është interesant që pjesa e vëzhguesve dhe komisionerëve për shembull emërohen përmes partijës. Nëse nuk i për shembull partit nuk mundesh me quh komisioner dhe vëzhgues. Absolut. Po këta ata komisioner dhe vëzhgues janë i nështrohen, s'po foli për këtë, po secila parti domosdoshmë ka rrjetin e vet që i delegon njerëz të besueshëm. Edhe në këtë rast, për shembull, mund me thonë me bindje të plot që qysh herët kom thirr në keqpërdorim dhe manipulim të votave. E kom ditë që
vjedhen votat, mirë po, çka s'kemi pas na? Se kemi pas një prokuror, të e bëjmë me ylla qëto. Pra, ka mungu vullneti, jo që si ka ditë këta prokurorët, po ka mungu vullneti për me ullumtu këto rase, këto kespërdërime. Qysh është të mungu hala ma shumë, hala është të mungu vullneti për me i ullumtu veprat e kryme kriminale. Manipulimi ka arë për shkak që urdhët jenë konë nga lartë. E kemi thonë emisionet e tjera që vepra penale shkaktohet në dy forma. Me veprim edhe me mos veprim. Pra, ajë zyrtari që është i thirrëm për me zbatu ligjshmërinë. Pra, mund me bo vepër penale nëse nuk vepron. Po mund me bo vepër penale për shembull edhe ky qytetari nëse vepron. Po të dytë. Po ai është i udhëzuar mos me bo keq, pa i bën. Ky është i udhëzuar me rregullu çat keqe, po nuk vepron, ndomon të dyja kanë dënueshëm. Në këtë rast, Prokuroria e Prizrenit, kryeprokurori i Prizrenit, ka marrë guximin e vullnetin, ka thonë alo, ja nismi me këtë marrë këtë proces, këtë rrugtim. Edhe për një moment, pra në këtë Kosovën, bashkë në këtë Kosovën, ndomon ka ndalën që ka pas sistem të manipuluar të zgjedhjeve. Të komunat që rinumru 100%, ka dalë numri i madh i votave të manipuluar. Po të komunat që kanë shku me 10% rinumrim, edhe të këtu komuna që kanë shku me 10% ato ka dalën që ka pas proces manipulum, ka pas kespërdërim të besimit qytetarëve. Rinumrimi ka nxjerrën një fakt. Ajo që quhet kespërdërim i besimit dhe tjetërsim i vullnetit qytetarëve. Po kush ka kontaktu i pari pasojën? Neni, për shembull, neni 17 i kodit penal thot përgjegjësia penale. Domthon, po janë do nene tjera, për shembull, është neni 19. Thot, kryera veprës penale në gjendje të dehur. Ka mund ta me kry vepër penale në gjendje të dehur? Jo. Pra nuk vlen ky nen. Neni 20 thot lidhja shkakore. Neni 21 thot dashja, domethënë, kem kryera veprës penale me dashje. Neni po thot 22. Dienia, dashja, pakujdesia ose qëllimi. Pra këtë këto vepra penale janë të parapame në kodin penal të Kosovës. Sot kur gjë më spaqmi mundësi, e ka thonë Besendina, si cili njëri mund më konë më i mesëm se te veç 5 minuta. Madje ChatGPT-ja e ka zvoluat 5 minutëshin. E ka këty pak më shkort, veç aki internet. Po më që ka shdyn. Se cili zyrtar që ka shku në mu certifiku si komisioner, apo si vëzhgus, i deleguar për partis, ka pas trajnim para prak nga KQZ-ja për rrugtimin se si duhet mbrohet vota dhe duhet të jenë sy hapur
pra zyrtar. Qa kanë bo këta? Po që s'kan bo. Këta kanë vazhdu me avazin e vjetër. Edhe më vje keq për shembull që ka njerëz të ndershëm që kanë rënë viktima të procesit. Sot në përburgje janë alon njerëzit, të cilët kanë qenë ndoshta veç në nënshkruesi i raportit. Pra, ajo paria urdhën nga lartë, ta që janë lartë, s'po preken hala, s'po preken, nuk pedim pse. Nashta mosha s'po gëzon me kap gacën, se po tutët mos pososët mosha. Edhe kur na vjen për shembull neve tani në gjykatë ndërkombëtare, na vjen na i merr për shembull njerëz, na thonë, "Vallai na i mor." Po ti merr. Ti merr se si e vetvetja. Ti nuk guxon me bë drejtësinë që çdo. Nuk guxon munore për shembull me thonë, guxon me vjedhë banin tonë. Prokurori e kryen detyrën e misionarit. Gjyqtari është biznesmen. Vendimet i merr bashkëpunëtori. Ndërsa vujtjet i pason i bën qytetari. E pse këtë kjo? Cili është përfitimi i kësaj që po degradohet sot jeta në Kosovë, pikërisht për shkak mungesës të etikës në punën e sistemit ligjzbatues. Qoftë në polici që është hallka e parë e zbatimit të ligjshmërisë, qoftë në prokurori që është ndërlidhja mes policisë si hallkë më e fuqishme, qoftë në gjyqësor, ku atje, për shembull, me të vërtetë atje bëhet kardia. Në gjyqësor është kardia hala. Gjyqësori i Kosovës ka shansa me që të rritem që të hecën nesër, që Kosova të hecë e para, për shembull, që shimi bëhet antari i bordit të paqes. Nesër him në NATO, him në BE, shkojmë në gjykatën evropiane për drejtat e njerëzit. A e dini Besalan janë të që kanë me falimentu Kosovën. Për shkak budallakijave të individëve që janë në gjykata që janë njerëz pa kokrën e etikës të marrë vendime aty. Janë me qindra raste për shkak ku kanë bë padrejtësi. Kanë bë padrejtësi me dashje. Edhe kërkush nuk i ka njeh për shembull ata persona. Unë kam pas vetë rast personal kur gjyqtari për shembull në seancë më thënë nëse ti dhe ke pështon pa dënuone, të ke pështym ftyrë ku ta paq. Besoni që hala se këm po atë gjyqtarë se pa e pështy nuk e lo. E ka si kur ajtë të tillë që e meritojnë për shembull me abo ma keq. Po gjyqtari nuk është me zot aty. Është njeri që du të më thirë në ligjshmëri. Është njeri që du të më thirë në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Për neve Bibël e Kur'an. Libër i shejt është Kushtetuta e Republikës Kosovës. Jo individi cili duhet mi shërbyr. Po shka ka lidhje tja je miliardera, milionera, multimilionera, je në keca, je në keka, je në prokuroria, je në gjykata, ku je ligji mas shumë të rrok ty. Sepse ti dush me ditën ma shumë se ke tjertë. Për shta Zotit e ka dhënë mundësinë më shkollu që ti me ditën më rujtën. Mos me bo keq. E kemi thonë edhe në emisionet e tjera. Këtë vend e mojnë fukarat. Ata që jenë të obliguar me pagu natë e ditë edhe me likurën e trupit. E milionieri këtu është familjari zyrtarit. Është shok i zyrtarit. Edhe unë kam shokë, edhe ai tjetri ka shokë. Po ka e vogël po Kosova, e vogël shumë është e vogël. Pak me na këshyrën këtë dalë një fare feste miqësi mes veti. Pak, vish pak me na allakatën, dalë një të lidhë dikun mes veti. Se cilin një, se cilin mbi bazën asaj se shka ka bo, që shka mujtë me mërija. Mirë, të pafsha multimiliarder, pafsha ma të fortin në botë. Po në vendin tënë, nuk jeve ti me dhonura nga lërë. Sepse si e qa që i ma ti sa ta mërmendja. 6 milion ushtari ka pas Jugoslavia për 1 minut, ish Jugoslavia. 6 milion ushtari ka pas mundësin me pasën për 1 minut gatshëm.
Edhe ka dek. S'është mo. Para mëne, 6 milion ushtarë për 1 minutë. Superfuqia 4 në Evropë. Ushtarake. Ka dek, s'është. Po vdesin për ditë njerëzit. Edhe ti ki me vdek. Edhe ti si zyrtar ki me deken. Edhe fëmija jotë nesër ka më përballë me proceset e jetës. Ajo për neve që është edhe mshme, është mungesa e etikës për mështry proceset e para. Ne në art media nuk merremi fort me tash e thonë të njerëzve, po shohim jetën e qytetarëve për ditë. Shohim veprimet e zyrtarëve shtetëror për ditë. Sot, në kohën e internetit, lajmi qarkullon shumë shpejt. Nuk ka blokad ma me thonë valla ti qëtu në Gjilana, qëtu në Prishtina, që ka në Ferizaja, që atje në Glina, a atje në Dragash, a ti që ka kemetën, a i tjetërin në majnë matë mirë në botë, në gjyrëshes atje, kejt janë qasëshëm ku do. Na shojnë për ditë vendime të pa drejta nga zyrtarë shtetëror. Hiq me marë si vjen që e shkel lishmërinë dhe kushtetot të shmërinë, hiq me se animbe, adim pse? Sepse, si cile ka kanë interes dikon. Po, ketë kemi interes, po jo mi bo kesh dikon jo. Ketë kemi interes me marë dikon. Po petëm du tjetërin. Nuk mujna, mu kohën ketë me një ide, ketë me një veprim. Nuk mujna ketë me marë për shumë për një venit uj. Nëse s'ka për ketë. A mo veç pëllone jam që atyre, të burimi. Ta shune kunja du i apuj, kunja du si apuj, ja? A mo qështë e përdorin metodën e veprimit zyrtar shtetëror. Mes të dashur, na mujna mu zgatën se kjo temë, shkenca, kleptomania, nenet, kodi penal i Kosovës, prokuroria. Po prokuroria, kur gjave se mbën pa polici, policia është instrument i veprimit. Policia është instrument i veprimit. Për ata që kanë pa filmin 14 vjeç dhëndër dhe, për ata që se kanë pa, është një thanje urtë aty e gjina kur të martot, kur ai myftiu, thot, Zoti Maleq, thot, ju jeni, thot, ligji. Ja, thot, ligji, thot, kështu e thot. Njën nga të smart aty e merat krutën e thot, ja tha ligji, ja dhe Maliqi për krutën. Dhe godet atë, shkoj goditi fukaron. Mos pritni, mu bo zjetë tërë. Nesër në qytete mas nesër, në tarnë. Qëtu keni merit fëmit edhe ju, edhe nga. Pra mos mendoni që ligji, orë ndorë Maliqit edhe ju të bëni që shdoni. Sët maj pashkollumi në shoqërinë tonë, në gjeneratat e reja, e ka veç një fakultet. Maj pashkollumi. E nesër qaj, se ka qare pa ardhën një ditë, pa i vahab dyrt. Edhe ju nëse i më qeni për shumë dyrt, është superfuqia e mbi natyrshme. Qaj mjeshtri që ne ka maru synin, ne ka maru ftyrën, trupin, që ka ditë mu me na liu, me na i maru flot me na urit, thoj me na urit. A i qëtë zot për muhe, edhe për tjertë. A i kam ja pru më të mirën të mundshme dikonja, e kam e në pozit, por le vjen me shërby që shi ka hije më gjen me hakmarim, mu hakmarim dhe dikonja. Me që të dashur, veprimet e pandershme të individet caktum e kanë dëmtu imazhin e Kosovës. Vllabe me pas, bab me pas. Për e vlasë po foli se
pa dhe dyqysh, është ma ndryshe, ma letëm vjera, vëllinë. Se vdani kish ka i bon, po baba Sallavi s'kish ka i bon. Po nuk e kësha falë me kur njët, nëse bon gabime kastë mëja. Ligji është se cili është i barabartë para ligjit. Për se cilin ekziston prezumimi pa fajsis. Për se cilin të përmendur. Amo, katuni po folë, vepra penale e në kry, pa hongër hudra e razjen. Nuk ka kur gjëmë shefësin këtë dy një. Nuk ka puzzle që me copat në shefta. E vërteta në shesh. Veç a don me shku me marrë me vërtetën. A do me vepru që shduhet, edhe aji i gatshëm me tik, me pa jetën që ti je një misionar i përkohshëm në këtë jetë. Ki me dhonë kontributin tonë, deri qashtë sa Zotit ka thonën. Dhe keni hoqë, deri që është i gatshëm gjithmonë me të shtinë e rrugë. Mo ti mos ezën që është utës, edhe pak ma knina. Mos ka qoshi me të shtinë e rrugë. I shumica prej zyrtarëve shtetërorën të na, i ka shti drejsin e rrugë, ka pak. Deni pak, thene pak marë. Kalzoni, qëllë pak në familjet ju, a ka dek nga i kosha, ka mona e sen me vetja, a kalon e sen këtoa. Nëse ata pare juve kanë marrë dishka, meri për dhe ju se zbot nomi. A më nëse ata para juve s'kanë marrë kur gjo, në familjari, për shumë, s'ka marrë kur gjo. Qa kime marrë t'jo? Kur gjo vedha s'tis kime marrë, asë hajtit. Kërkush s'kam më marrë kur gjë. Ketë këtu kena milon. Veç që të bashën tonë, që me punojnë, e qëtu zarzavate që i bojmë gati, na kanë me hongër gjeneratët e reja. Për ja thom një fjallë temë personale, se cili njeri e din fakturën e vetë e dukshme se sa ka hongër e sa ka pi. Se cili njeri, pa pagu fakturën e vetë të i dukshme, që e dinaj personalisht, qofë për të mira, qofë për gabimet e veta që i ka. Amon, se cili njeri ka të shkrume në fakturën e vetë të i dukshme, që atë fakturën pa pagu, nëse kelon bakshish, ka me hongër tjerë, brezat masteje. Nëse ki hi borç, ku me dita t'i lënë gjeneratët e arshme. Mendoj që duhet me përshëndet edhe me nderu me medaljet guximit pikërisht presidentja edhe kryeministri duhet me nderu me medaljet të guximit kryeprokurorin e Prizrenit i cili e nisi procedurën e hajnis me urdhër nga lart. Që zbuloj një të keqet madhe që për çdo ditë kemi jetu. Nuk besoj që prokurorët e tjerë se kanë ditën. Kanë ditë saksisht. Saksisht e kanë ditë. Pikërisht sot, përmes këtij emisionit, na kena më konë kraj djatë i blerimi i Sufajt, kryeprokurorit të prokurorisë speciale, i cili ka thonë viti 2026 do të jetë viti i luftës kundër krimit të organizuar dhe korupcionit. E na kena më konë kraj djatë i blerimi i Sufajt, mi dërgu lanë sa të mujna ku dimi që ka krim të organizuar dhe korupcion. Për si cilin rast kena mi qu. Po u shka topi bovë si cilit. Një shpirt e kemi që ato të zoti kena me këty. Amo për drejtësi kena me folë për dit. Për dit kena me folë për se cilin i përqeja si përqeja. I komenoj si komenoj. Heq me pak punë është. Këtu jemi misionar. Misionar pe Zotit. Se cili njeri që jeton sot në këtë planet, i jep peshën e vetë këti planetit. Amon e ka balancin e vetë, e bon.
momentin që nuk kemi të nevojshëm më konë, kanë hecën para neve, për shembull, kom përcjell babën e migjallare, migjën e halla e teze, gjyshe, gjyshëre, motre, vllae, domthon kom përcjell për të na botë musafer që do t'ju shkajonin në të ardhmen. Amo veprat e mira kanë merhametën mes neve nesër. Miq të dashur, me lutjet e Zotit, me besim që këtë vend ka njerëz të mirë, që dojnë me ndryshu për të mirë gjendjen, edhe që kanë marrë me te pozicioni ku thuhet fjala më adekuate e mundshme. Personi i duhur në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Kjo i duhur, e duhur. Personi në kohën edhe në vendin. E duhur. Pra që të neve nga vinë. Qofë për mu, qofë për juve, qofë për secilin. Personi i duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur, që gjërat ecin mirë. Pra, një fjalë përfundoj me një fjalë të një shokut që e ndëgjova një ditë, ka këtu tha që s'ka tha është tha në rej mirë, tha. Veç ta që u këty tha prapë. Po më është prapë e këthime. Pra, kjerën në vend se mja qitë rotat migra normal, e kemi këty kjerën ka krovi edhe peshtum kjerën të poshte. Pra veç me këty kjerën, se kjerën e kemi, veç me këty marë. Kur që tjetër s'na vynë. Falenderit vulkani Petrol, falenderit Herstar Klinik në Meselinë Gjilan. Vulkani Petrol është rrugës për Prishtinë, derivatet cilësore. Herstar Klinika është tashmë e dëshmume në gjitha vendet që klientët që kanë frekuentu Herstar Klinikën e nda si me çmim të kënaqshëm, si me shërbimet që kanë marrë në procedurën e mbjelljes së plogëve. Por tash Herstar Klinika do të vazhdojë edhe me procedura të tjera nga në zgjerimin e ofrimeve të operacioneve estetike. Pra me kohë do t'i lajmërojmë ato. Falenderojmë gjithë ata që na ndihmuan. Pra, Lumi Kitchen na ka ndihmuar shumë derisa kemi ardhur në këtë procedurë. Mos harrojmë me falenderu Globin. Globi merret me prodhimin e kubzave të betonit. E falenderojmë edhe Shinën, një kompani që është shumë serioze në shtypjen e reklamave. Dhe gjithë miqt, kudo që janë, juve që na ndihni. Falenderimet më të përzemërta për gjithë secilin, falenderimet më të sinqerta për gjithë secilin për juve, që jeni mbështetja kryesore jonë, pa marrë parasysh emisioneve apo lajmeve që i botojmë. Falenderit këtë juve që jeni pjesë e jonja në Art Media, pjesë e familjes tonë, pra nga këtu po e shkpusin emisionin dhe shihemin e emisionit të radhës. Urojmë që nesër të përfundoj staga tjetër e procesit zgjedhor.